Përshëndetje të nderuar televizionistë, News 24 ja kur i takojmë sërish bashkë, si çdo ditë këtu në koha për të zgjuar, do të marrim së pari informacionet e gazetave për ditën e sotme. E premte 5 gusht 2016 nisim me gazetën shqiptare. Krye artikulli i gazetës. Legalizimet në Tiranë, emrat e përfituesve Aluizni publikon listën e re të familjeve për 11 mini bashki. Ndërtimet pa leje si të paguani faturën dhe të përfitoni 20% ulje të vlerës, dosja për marrjen e tapis dorëzohet në hipotekë nga Aluizni. Një tjetër artikull i gazetës Skënder Sheu rrëfen e vërteta e ndalimit tim për drogë në Suedi. Prokuroria e Stockholmit sprovohet që i dyshuari ka kryer vepër penale, djali Mehmet Sheu të tregon dokumentat, një artikull nga Rezarta Delisula. Opinioni ditës nga Bujar Vanje, duam Skënderbeun apo na duhet, vion në faqen 20. Slavët gjuajtën shishe në traget sheri për këngën e Adem Jasharit, kosovari plagos Malazez dhe Macedonas. Vyem shumë të tjerë artikuj të gazetës, drejtësia, s'ka ligj për emrimet, nuk zbatohet dot kushtetuta, është kjo një nga problematikat evidentuara dje në një konferencë për shtyp nga presidenti i Republikës Nishani. Ndërkohë, reagoni presidenti Mejdani sulmi ndaj meje nga ata që më kanë lënë mielin e bardhë. Tragedia, aksidenti në Bulqiz vdesin motra e vlla dhe kushëriri. Shoqata Helsinki Rinasi ping-pong përgjithësish për grabitjen. Tarifat e studimit në 12 universitete publike mbi 22.000 maturant do të paguajnë 20 deri në 45.000 lek në vit. Kuotat dhe pagesat për 291 programe studimi rrethet me çmim të unifikuar. Intervista e kreut të Kuvendit Ilir Meta, Ramos i thash, t'i jap unë 2-3 vota të mbash qeverinë. Detajet në brendësi të gazetës shqiptare. Përfunduam me këtë gazetë. Shkojmë tashmë në gazetën Panorama, e cila ka si shkrim të parë intervista ekskluzive Mejdani, unë kryeministër, qeveria duhet të rindërtohet. Ish-presidenti komenton për foljen e tij për postin e kryeministrit të qeverisë teknike. Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar ndryshimin e qeveri. Meta, kampioni i dialogut, janë këto deklaratat e ish-presidentit Recep Mejdani. Do t'i lexoni të plota në këtë intervistë publikuar në faqen 4 dhe 5 të gazetës Panorama. Ndërkohë mbetemi sërish tek aktualiteti politik, deklarata e kryetarit të Kuvendit Meta, marrëdhëniet me Ramën normale, i thash, po i ke 71 të jap unë 3-4 vota dhe LSI del në opozit. Kreu i Kuvendit flet për koalicionin me Partinë Socialiste. Do vazhdoj, s'ka vend për qeveri teknike, telefonata me Berishën. Detajet e kësaj interviste i lexoni më në brendësi të gazetës. Fatmir Kuçi e gjeta në ujë ndimova, vrasja e turistit rus, arrestohet biznesmeni, pronari i skafit me 3 motor, në foto biznesmeni Fatmir Kuçi. Presidenti bllokohet reforma Nishani, nuk ka ligj për emrimet. Flet Berisha, ministri Bushati, skandal erotik në Brazil. Vendimi i gjykatës, skandali i rimbursimit të ilaçeve, lirohet Çavusholli. Lista e Aluiznit, legalizimet, emrat e 200 përfituesve të rinj në Tiranë. Për president, dokumenti si e detyroi Enveri Omer Nishanin të dorëhiqej. Shohim tashmë komente dhe opinionet e gazetës Panorama për sot nga Gron Gjek Markaj. Do të lexoni karta morale e vetmja alternativë e opozitës. Nga Fred Abrahams, rruga e gjatë e Shqipërisë për reformë, dhe nga Sorina Koti, rishikimi buxhetit 2016 si një ëndër e një nate vere. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt e gazetës Panorama. Kalojmë tashmë në gazetën Shekulli, e cila ka si shkrim të parë vdekja e rusit, pranga ndërtuesi, dëshmia. Plagosja me vdekje në Himar, arrestohet 44 vjeçari Fatmir Kuçi nga Elbasani. Sekuestrohet skafi plastik ndërtuesi nga Elbasani, mohon vrasje në det. Dje sërish ditë e zezë me 5 viktima dhe një të plagosur. Në Dibër, makina bie në Humner, vdesin motra, vllai dhe kushëriri. Seansa lihet në Burg, shpërndarësja e kokainës së Cukalit.
artikulli në faqen 20. Guida për maturantët, universitetet, konkurset dhe regjistrimin në 2 raunde, si do të bëhet renditja e fituesve, procedura për degët me konkurs, testimet në datat 20-30 gusht, Universiteti i Tiranës, pranimet për 5378 studentët e rinj. Lista legalizimet 200 familjet që marrin lejet e shtëpive në Tiranë. Opinion nga Sinan Çembash do të lexoni kush e komandon Hajro Limajn. Intervista flet kreu i kuvendit Ilir Meta Kogdhima, një nga partizanët më të flakt të koalicionit PS-LSI. Reportazhi kam 70 vite që rris bletet dhe po i shtoj sepse janë jetë. Xhezmie Zejdini, bletëricja më e vjetër e krahinës së Mallakastrës, tregon historinë e saj në bletari të nisur në vitin 1946. Shekulli shëndet të gjitha faktet përse është i dobishëm syneti, flet Dëfrim Koçina, kirurg pediatër në Spitalin e Prishtinës, shpjegon rreth prerjet, anët pozitive dhe negative të kësaj ndërhyrje, çfarë ndodh nëse nuk bëhet dhe mosha më e përshtatshme. Flet specialisti Piro Thomo, monumentet e trashëgimisë kulturore në rrezik, ku të vësh dorë më parë. Kanë qenë këto të nderuar televizionistë dhe titujt kryesor të gazetës Shekulli. Kalim tashmë në gazetën Mapo, e cila ka si shkrim të parë koalicioni PS-LSI. Meta, çfarë i thash Ramës për qeverinë me 71 vota? Ilir Meta rrëfen negociatat për reformën, pranon se me kryeministrin ka diskutuar edhe për një qeveri Rama, pa lëvizjen socialiste për integrim dhe me 71 deputet. Por thot se marrëdhëniet janë normale, koalicioni do të vijojë dhe zgjedhjet janë larg. Kreu i kuvendit shpjegon telefonatën me Sali Berishën, takimet me Bashën, Mejdanin dhe Kogdhimën, si dhe qëndrimin për presidentin e ri dhe koalicionin e ardhshëm në një intervistë që e gjeni të plot edhe në faqen 6 të gazetës Mapo. Ngërçi flet tek presidenti Nishani, nuk e nis dot procesin për Këshillin e emrimeve në drejtësi, duhet ligji. Nishani thot se kam nisur disa hapa, kam vendosur një kontakt zyrtar me kuvendin, ku i kam bërë me dije për problematikën që shfaqet brenda të njëjtit nën të amendamentit kushtetues. Kam parashikuar që në kuadër të përpjekjeve të mia të ftoj për një takim konsultativ, ku kam ftuar përfaqësues nga grupet parlamentare të kuvendit ditën e martë në ora 11, detajet e konferencës djeshme në faqen 4. Rubrika afër dhe larg, betejë Clinton-Trump i hap plagët e vjetra të Ballkanit nga Dušica Tomović dhe Daniel Kovačević. Përleshje në traget me 6 plagosur shqiptari qëllon me thik Malazezin. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të dieshëm në tragetin e linjës Ancona-Durrës, kur 36 vjeçari nga Kosova, Altin Hakami dhe bashkëshortja e tij u konfliktuan me 3 shtetas malazez dhe 1 maqedonës. Policia arrestoi Hakamin për akuzën e plagosjes së rëndë, ndërsa po hetohet në gjendje të lirë edhe 4 shtetasit e huaj, dyshimet se konflikti nisi pas një provokimi. Ngjarja në Himar arrestohet biznesmeni, aksidentoi turistin rus. Vetëm një ditë pas goditjes për vdekje të një turisti në plazhin e Livadit në Himar, policia arreston një biznesmen 44 vjeçar nga Elbasani. Reagimi shpërthen Mejdani, peshku po qelbet nga koka. Ish presidenti Recep Mejdani reagoi pas disa artikujve për të dhe të birin. Këto ditët e fundit vapa e nxehtë i ka çoroditur disa mendje të sëmurat politikës dhe medias për rreth, është shprehur ish presidenti Mejdani. Editoriali nga Alfred Lela, rrugët e përgjakura dhe një fajtor për të cilin nuk flitet. Nga Nebil Çika, Saljani, soroisti që sfidoi mafian dhe shtetin. Nga Valter Nasufi do të lexoni komentin me titull Moderniteti dhe besueshmëria te ekspertët. Ndërkohë, rubrika Ngërç nga Boja Kapexhiu me karikaturën e sotme mban titullin Në zbatim dhe është pikërisht pra reforma, cila po zbatohet. Mirë, përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës Mapo. Kalojmë tashmë në gazetën Telegraf, e cila ka si shkrim të parë zhduken arkivat e 211 ish bashkive dhe komunave. Skenar me prapavi politike dhe shtetërore për të mbrojtur ish drejtuesit lokal dhe një pjesë të atyre që sot janë në krye të bashkive të reja. Si rrugë shpëtimi është gjetur zhdukja e gjurmëve të krimit ekonomiko-financiar nëpërmjet djegjes të dokumentave të 20 viteve të fundit, duke vepruar një lloj si me dosjet e ish kooperativave.
Tronditet politika, mediat ndërkombëtare damkosin Ditmir Bushatin për videon me prostituta braziliane. Pa di për sigurimet shëndetësore, urdhri skandaloz për largësitë e farmacive, pjesë e abuzimeve dhe gjobdhënieve e shtetarëve. Panajiri ndërkombëtar i librit, kryebashkiaku Vangjush Dako sill librin shqip më pranë turistëve dhe pushuesve bregdetar. Flet kreu i Parlamentit Ilir Meta, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po na ofrojnë mbështetje të fortë në përmbushje të detyrimeve për integrim. Koalicioni aktual dhe i ardhshmi, takimet e fundit, presidenca dhe LSI dhe të tjera si këto i lexoni në brendësi të gazetës Telegraf. Siguria ushqimore në xhunglën e korrupsionit, përfaqësuesi Çam në krye të AKU dhe çeta e tij, ose kopeja e uqërve që i kanë varur mëlçit në qafë. AKU lejon certifikimin dhe tregtimin e ushqimeve 10 vjeçare. Përse në Vlorë, Ergy Salushi pyet vlonjatët, por edhe sjell për herë të parë një libër me përmbledhje të ngjarjeve historike. Vlora, vendi nga ku nisin jo rastësisht të gjitha ndryshimet e mëdha. Në foton kryesore flet 93 vjeçari i shkreu i sigurimit të portit. Karrierën e nisa që në kohën e Italisë fashiste dhe e mbylla me sigurimin e shtetit. Si e lirova në vitin 1940 Miladin Popovicin nga burgu i Peqinit, arrestimi i Pjetër Arbnorit në Gjirokastër, takimet me Enverin, Sulun, Kadriun dhe si i rekrutonim kalecët 1200-qa. Opinionet dhe komentet nga Ina Zhupa do të lexoni, Shqipërinë do ta pastrojmë nga droga. Dhe nga Bartyl Berberi do të lexoni, u penduam që ju sollëm në pushtet. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf. Është momenti tashmë të shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi sërish vetëm pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar televizionistë. Shohim tashmë titujt e gazetës Koha Jon. Ky artikull i gazetës, deklarata e ish kryeministrit Berisha, Shukriu dhe Ditziu. Në foton kryesore, kreu i kuvendit Ilir Meta gjatë intervistës së mbrëmshme, gjithmonë është më e mirë toleranca se sa arroganca, sidomos kur je në pushtet, është shprehur kryetari i kuvendit. Qëndrimi, nishani, konsensusi, garanci për ndryshime afatgjata kushtetuese. Takimi Meta Lajçak, fryma e konsensusit do të vazhdojë edhe me ligjet e tjera. Reagimi ish presidenti Mejdani, Rama Gjarë për që ecën dhe fshin gjurmët me bisht. Intervista, shqiptarët duan qeveri teknike ku edhe opozita të ketë ministri. Fletë kreu i republikanëve Fatmir Mediu. Ndërkohë në fotolajmë, Edi Rama dhe Zaho shijojnë pushimet në Bregdetin shqiptar. Ngaluar gjika për dashurin fal jetën, për lirin fal dashurin, koment në gazetën Koha Jon. Nga Kristo Mërtiri, 120 kambanat me thumbët të Ben Blushit. Nga Islam Lauka do të lexoni analizë, demarkacioni ose vazhdimi i rrudhjes së territoreve shqiptare. Nga William Perry, Shqipërinë e pret një e ardhme e shkëlqyer. Matura 2016, aplikimet e maturantëve dhe në fundjavë, listat me 16 dhe 30 gusht. Reportazhi Time, Vjosa, lumi i fundit i egër në Europë që po shkatrohet. Çmimi Luiza Gega merr medalje mirënjohje nga Bashkia e Tiranës. Independent në theth, buk, krip dhe zemër të bardhë. Në 90 vjetorin e lindjes, Kasëm Trebeshina, ai që kërkoi të mbronte idealet e shenjta duke u vetmohuar, një material i përgatitur nga Albert Vataj. Ishin këto dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Do të ecim tashmë me gazetën Sot, e cila ka si shkrim të parë: reforma zgjedhore provokon konflikt të ri politik, PDPS përplasen për 12 kushtet, LSI këmbgul tek konsensusi, rrezikohet miratimi i draftit në nëntor. Pas Bregut edhe Gencruli skeptik ndaj thirrjeve të Bashës për qeveri teknike, skemi interesa të përbashkëta me PS LSI. Kjo arrihet vetëm me konsensus, është shprehur deputeti demokrat Gencruli. Ilir Meta, Ramës i kam thënë të jap unë 3 deputet dhe mbaj qeverinë, nëse po kërkon 71 vota. Duhet të respektojmë opozitën, zgjedhjet i shoh vitin tjetër. Miratimi 3 ligjeve në gusht drejt dështimit, PD nuk i vjen në dispozicion draftet për SPAK dhe organizimin gjyqësor.
SBA dhe Bashkimi Evropian plan për ndryshimin e drafteve. Ligji për koncesionet rikthem për plasjet PS-LSI, Petrit Vasili akuza për bllokim të qëllimshëm, paralajmëron dërgimin e draftit në seancë plenare. Socialistët nuk pranojnë sugjerimet e PD-LSI për ligjin e kamerave publike, kundër rishqyrtimit synojnë rrëzimin e dekretit në shtator. Reforma sjell ngërçet e para, nishani akuza se s'mund të zbatojë dot kushtetutën e re, pa ligje të martën mbledh krerët e grupeve parlamentare. Ndërkohë dosieri në faqen e gazetës Sot, dokumentet e CIA, jasi Egjiptit dëboja Metzogun pasi e akuzonte për kontrabandë. Amerikanët nisën me urgjencë lëvizjet për ta strehuar problemet që u hasën dhe frika e mbretit për sekuestrimin e pronave në Aleksandri. Thellohet skandali me rrugën Tiranë-Elbasan, Haxhinastov shef fondin shtesë për firmën ndërtuese Aktor. Shohim komentet dhe opinionet e gazetës Sot nga Besi Bekteshi, pa individet trashëgimisë qytetare rrezikojmë trashëgimin kulturore. Nga Riza Hoxha në hall ende pa nisur zgjedhje dhe nga Florim Zeqa do të lexoni të respektohet kodi patriotik. Kemi përfunduar këtu edhe me titujt e gazetës Sot. Shkojmë tashmë në gazetën Tema, e cila ka si artikull të parë biznesmeni PD-s Fatmir Kuçi alarmon Berishën dhe Bashën, afera 230 milion euro e rrugës së Kombit gati e hapja. Djali sherr me gazetarët Mejdani sulmon Ramën, dirigjon sulmet ndaj meje. Zhani thirret në skenë për të bllokuar drejtësinë, flet edhe për Dibrën. Shoqata e futbollistëve, trajneri Mourinho duhet të futet në burg. Infrastruktura me probleme pengon turizmin në Shqipëri. Ngjela, Aleanca Shqiptare-Amerikane, Berisha gjithnjë kundër. Editoriali nga Mero Baze, gjithë mashtrimet antikushtetuese të Bujar Nishani. Nga Denis Dyrnjaja do të lexoni, unë jam ai turisti rus që bleva vdekjen time në Shqipëri. Nga Enkeldemi do të lexoni, Ilir Kerni shkoi por sherrin e la. Dhe nga Ben Andoni do të lexoni, vrasës i qet je në vendin tënd në Shqipëri. Kemi përfunduar këtu edhe me gazetën Tema. Do të kalojmë tashmë në gazetën Rilindja Demokratike, e cila ka si artikull të parë, stafi i presidentit nën hetim ndaj Ramës, 2 dënimet më 5 tetor dhe 9 nëntor. Bilal Shehu është shpallur fajtor për financim të paligjshëm, fushate dhe pritet të dënohet në 5 tetor, ndërsa fajtori i dytë, Argeros, dënohet më 9 nëntor. Përgjaken sërish rrugët dhe detet, 3 viktima dje. Nga Shukriu tek Ditziu do të lexoni nga Sali Berisha, gjykata e Venezuelës dhe dosja e drogës e Gon Xhafës. Sa na kushton toni, historia me fondet 5 milion euro që u morën nga Kuvajti për të paguar lobisti i Ramës. Nga Bledi Kasmi do të lexoni pushimet e tonit dhe halli i klientit. Taksa e re për blerjet online sjell penalizimet, shkruan gazeta, ndërkohë si do të bëjnë emërimet në Këshillin e Emërimeve në drejtësi kur nuk ka ende ligj. Kjo është pyetja që ka ngritur dje presidenti i Republikës në raport me reformën në drejtësi. Ishin këto titujt kryesor të Rilindjes Demokratike. Kalojmë tashmë në gazetën 55, e cila ka si shkrim të parë, Edi Rama përgatit ministrinë e kanabisit. Fushata e korris së kanabisit po sjell probleme në segmentet e caktuara për mangazinim dhe ndarjen e tregjeve. Ulja e çmimit dhe marrëdhëniet e ndërlikuara me ortakët në Perëndim po sillin nevojën e krijimit të një ministrie për koordinimin e gjithë kësaj problematike. Nga financat e këtij dikasteri shpresohet të kapërcehet kriza ekonomike e oborrit familjar, por edhe të garantohen fondet për blerjen e votave në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, shkruan Gazeta 55. Fotoja me Obamën. A ja dhën $80.000 të Ramës trafikantët e drogës. Sekretari e Marrëdhënieve me Publikun Grida Duma, Edi Rama bën vazhdimisht parad arrogante me foto të ditës, por ai ende nuk i jep një shpjegim publik për foton e tij të jetës, për të cilën pagoi $80.000, duke financuar një krim të rënd federal. 2 vet në Amerikë presin burgun dhe gjobën për krimin e kryer. Rama asnjë shpjegim për këtë aferë.
Në foton kryesore, presidenti Nishani, negociata me partitë për Këshillin e Emrimeve të Drejtësisë, kreu i shtetit ka ndarë me publikun shqetësimin për vakumin që ka krijuar mungesa e ligjit për kritere dhe gjyqtarëve që do të kandidojnë për KED dhe ka njoftuar se ka thirrur grupet parlamentare për konsultime lidhur me procedurën që do të ndiqet nga institucioni i presidentit. Reagimi për zgjedhjet në Dibër, data nuk caktohet nga presidenti, por nga gjykata kushtetuese. Eci mëtej me gazetën 55 në brëndësi të saj, ish presidenti Mejdani kanë lënë përkohësisht psikatrin dhe kokainën më sulmojnë mua. Ish presidenti Republikës ka reaguar lidhur me sulmet e fundit në media dhe rrjetet sociale ndaj familjes së tij. Omazhe për Suzanne Wright, gruan që ndryshoi botën dhe bëri autizmin të flasë në mbar planetin, nga Sali Berisha. Nga Mimoza Lloj, audituese lartë mjedisi, qeverisja vendore dhe kontrolli i lartë i shtetit. Nga Kastriot Marku do të lexoni një monografi për fushën e Arbnit. Nga Dane Pelo, pas çdo ngjarje të rëndë, policia partijake e Tahirit shpall menjëherë inkompetencën e saj. Policia e rilindur e gjeneratës tjetër ngjan më shumë si agjenci lajmesh sesa me një institucion të sigurisë në vend me detyrë mbajtjen e rendit dhe mbrojtjes së jetës qytetarëve. Partia Demokratike bilanc lufte në rrugët e vendit e Dirama përgjegjes për kaosin dhe pasigurinë. Forum, teologu islam nga Siria, urrejtja është pjesë e kulturës sonë. Intelektuali sirian Muhammed Shahrur, 78 vjeçar, autor i disa librave mbi islamin, thot në intervistë për gazetën gjermane Blick se klerikët po i orientojnë gabim besimtarët musliman. Ai fajson teologët islamik për terrorin dhe bën thirrje që të zgjidhet problemi që ka islami me radikalizmin. Dosier nga Kastriot Dervishi, kampet e tjera, tela me gjemba internimet e diktaturës komuniste. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës 55. Do të shohim tashmë titujt e gazetës periodike Veterani, e cila ka si artikull të parë terrorizmi i rrezikshëm, po aq sa edhe fashizmi. Organizatat e veteranëve të vendeve të rajonit të angazhuara në betejën për paqen dhe sigurinë globale. Aktualitet OBVL, reforma në drejtësi, sukses dhe arritje historike për të gjithë shqiptarët. Nga kolonel Sotir Budina, 100 vjetori i lindjes general Nejib Vinçani, udhëheqësi i shquar i luftës antifashiste dhe i ushtrisë shqiptare. Nga Shpendi Topollaj Skënderbeu, personifikimi i shpirtit liridashës të popullit ton, koment në gazetën Veterani. Nga Rahman Parlaku do të lexoni përballja me terrorizmin kërkon forcë, por edhe inteligjencë. Brigada e parë sulmuese, njësia e parë e madhe dhe e organizuar e ushtrisë nacional çlirimtare shqiptare. Për vjetori, 5 muaj luftime të përgjakshme të brigadës së 18 sulmuese. 72 vjetori i brigadës së 18 sulmuese nga kujtimet e veteranit UK Cami. 80 vjetori i ditëlindjes OBVL i uron studiuesin Xhemal Meçi. Shohim më tej hajdutët e historisë nga Kadri Tarelli, opinion në faqen 8. Rrethanat e vdekjes tragjike të Pjetër Budit nga Xhemal Meçi, studiues mjeshtër i madh. Aktualitet arrën i vogël me trima të mëdhenj. Kemi përfunduar këtu të nderuar teleshikues edhe me gazetën periodike Veterani. Do të shohim tashmë gazetën kryesore sportive në vend, gazetën Panorama Sport, krye artikulli. Federata Shqiptare e Futbollit kërcënon flamurtarin. Idrizi na bëjnë shantazh. Administratori deklaron se federata nuk i njeh ligjet dhe për këtë duan të na rrëzojnë, nuk kërkohet të shlyhen borxhet e Gjokës dhe Veliut, ndryshe nuk regjistrohen. Ndërkohë shohim tashmë edhe foton kryesore të gazetës Partizani syt nga shorti për rivalin 2.4 milion euro. Sot në ora 13 të hidhet të shorti. Flet ish sulmuesi Dosti, Demat nuk kanë trajner, ta harrojnë titullin. Mbrojtësi Mitsi, Kuksi bën poshtërsi me kontratat. Tek Tirana synohet Malota, ofrohet një sulmues italian. Misoria Kamza Aleksion Vllaznisë acarohet Cungu. Skënderbeu Agostinelli vë vetën për Bonifacen.
Tusha e para që mbajti flamurin e Olimpiadës, po flasim për Olimpiadën e Mëny 1972, episodi unik i qitëses shqiptare që hyri në histori. Liga e Europës fest në Tetov kualifikohet të Shkëndia. Ndërkohë shohim të tjerë zhvillime për plaste Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Briken Calja akuzon Viron Bezhanin. Nga vjedhjet tek frika jashtë sekretet e Olimpiadës Rio 2016. Pritet Mendez dhe kinez të tjerë ngjallen shpresa tek Milan. Juventus zonja synon një mes Kovacic dhe Matuidi. Miqësorja Reali mund Bayernin, kërkon Levën dhe Alabën. Ishin këto titujt kryesorë të gazetës Panorama Sport. Së fundit të nderuar televizionistë, ne do të rikthehemi edhe një herë titujve të gazetës shqiptare, e cila kujtojmë sot ka si artikull të parë legalizimet në Tiranë, emrat e përfituesve. Aluizni publikon listën e re të familjeve për 11 mini bashkitë, ndërtimet pa leje. Si të paguani faturën dhe të përfitoni 20% ulje të vlerës. Dosja për marrjen e tapis dorëzohet në hipotekë nga Aluizni. Flet Skënder Sheu, rrëfen e vërteta e ndalimit tim për drogë në Suedi. Prokuroria e Stokholmit sprovohet që i dyshuari ka kryer vepër penale. Djali Mehmet Sheu tregon dokumenta. Opinioni i ditës nga Bujar Vani: a e duam Skënderbeun apo na duhet? Shkrimi në faqen 20 të gazetës shqiptare. Slavët të gjuajtën shishe në traget, sherrri për këngën e Adem Jasharit. Kosovari plagos Malazez dhe Macedonas. Drejtësia, Nishani, s'ka ligj për emrimet, nuk zbatohet dot kushtetuta. Handikapi i publikuar dje nga kreu i shtetit. Ndërkohë flet ish presidenti Mejdani, sulmi ndaj meje nga ata që kanë lënë mielin e bardhë. Tragjedia, aksident në Bulqiz, vdesin motre e vlla dhe kushëriri. Shoqata Komiteti i Helsinkit rinasi ping-pong përgjegjësish për grabitjen. Tarifat e studimit në 12 universitetet publike mbi 22.000 maturant do të paguajnë 20 deri në 45.000 lekë në vit. Kuotat dhe pagesat për 291 programe studimi, rrethet me çmim të unifikuar. Politik, Meta Ramës i thashti jap unë 2-3 vota të mbash qeverin, intervista e kreut kuvendit të dhënë ditën e djeshme. Ndërkohë, në Summer Pages, suplementi i përditshëm roz në gazetën shqiptare, flet këngëtari Sinan Hoxha: kam timen s'më emociojnë gratë e tjera. Në brëndësi, Edi Rama me Zaho në plazh, Manjola në Albani me bikini, këto e të tjera i lexoni sot në brëndësi të gazetës shqiptare. Dhe me gazetën shqiptare kemi përfunduar të nderuar televizionistë leximin e titujve të gazetave për ditën e sotme. Shkëputemi tashmë vetëm për një hapësirë të shkurtër publicitare, deri takojmë vetëm pas pak.